Ky që shikoni në foto është Dimitris Kutrumanis, 68 vjeç me origjinë greke, i cili vrau një shqiptar me gjaftotësi në mesditën e së premtes, më 15 shtator të 2023-shit me 2 plumba në kokë. Vrasje për një vend parkimi nuk ka vetëm në Shqipëri. Një 39 vjeçar shqiptar me origjinë nga Korça, i identifikuar si shtetasi Briken Limka, u qelluar për vdekje me armë zjarri nga një shtetas grek, me të cilin përplasej vazhdimisht në Piret të Greqisë. Ai u qellua me pushk gjau nga një pensionist grek, armë të cilën ai e ka pasur në mënyrë të paligjshme. Sipas mediave greke, ngjarja ndodhi në rrugën Praxitelos 147, ku viktima punonte si roja parkingu. Përpara se ta qellonte për vdekje, ata patën një zënk me njëri tjetrin. Sherri nisi pikërisht në parking, pasi autori dhe viktima debatonin shpesh për vendin ku duhet parkoj makina e pensionistit. Ky i fundit e pengonte viktimën tu shërbente klientëve të parkimit, të cilën e kishte me qira. Sapo ka parë shqiptarin, e ka qelluar në fytyrë. Viktima ka mundur të përtas. Vrapo Kosta, duke ju drejtuar kolegut të tij, por e ka marrë vet plumbin. Menjëherë është rrëzuar në tokë, por autori nuk e ka lënë me kaq. Ai është afruar dhe e ka qelluar edhe një herë në kokë. E hëngra të gjallë pushtin. Mbarova punë me ty tani. Thuhet se ka bërtitur autori, duke treguar se sa i vendosur ishte për të vrarë. Sipas dëshmitarëve okular, ishte një ngjarje pothuajse e përditshme, ku 68 vjeçari debatonte jo vetëm me viktimën, por edhe me komshinët e tjerë. Ata thanë se ishte çështje kohe të ndodhte, pasi kishte kërcënuar jo shumë herë komshinët e tjerë, madje në një rast kishte shkuar atje me armë, të cilën për fat të mirë nuk e kishte përdorur. Autori vuante nga problemet e shëndetit mendor dhe njihej nga të gjithë si njëri problematik. Sipas banorëve të zonës, i moshuari ishte agresiv, madje disa vite më parë kishte qenë i dënuar për fyerje. E vrau për një vend parkim, tha një dëshmitar. Kishte probleme me parkimin sepse banonte pikërisht sipër. Ai jetonte vetëm. Me viktimën nuk kemi pasur probleme kurrë. E dëgjuam duke thirrur për ndihmë dhe më pas dëgjuam të shtënat. Ai thirri fëmijët nga parkingu ngjitur. Mes tyre kishte mosmarrveshje. Autori u ngjit në banesën e tij, mori pushkën dhe pasi e qelloi tha: "Tani mbarova me ty." Ai njeri kishte sjellje të çuditshme, është shprehur një dëshmitare tjetër. Ajo vazhdon: "Rreth orës 1 çerek dëgjuam të shtëna. Krismat ishin shumë të forta. Dëgjuam zëra." Shpjegon gruaja për mediat. Një tjetër banor tregoi se autori ka 16 vjet që lufton me të gjithë, duke krijuar probleme në lagje. Ai nuk është i çmendur, ai është i lig, shton ai. I thanë se parkingu është privat dhe ai nuk merrte vesh. Por sipas një gruaje që jetonte sipër autorit të ngjarjes, bëhet i ditur një detaj tjetër. Autori në fakt nuk kishte as makinë dhe shfaqte sjellje obsesive dhe ndaj parkingjeve kishte neveri të madhe. Pasi e vrau, shkoi në shtëpi dhe ushtri në krevat. Priti policinë që ta arrestonin me këmishën me kopsa të zbërthyera. Ai njeri ishte i çuditshëm. 2 vite më parë, ai pati një aksident rrugor. Nuk kishte makinë, por nuk i donte parkingjet. I konsideronte të paligjshme. Vuri në dukje komshia e tij. Menjëherë pas ngjarjes, pensionisti armatosur Gjoja ka ngatruar shtëpinë e tij në rrugën e quajtur Alkiviadhu, por më pas është dorëzuar në policinë greke. Raportohet se viktima në fillim u dërgua në spitalin Xhanio, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra. Kur autori ka mbërritur në drejtorinë e policisë së Pireut, bëhet e ditur se u ka thënë policëve: "Kishin fërkime për shumë vite. Makinat i vendosin nga parkingu dhe më pas sipër trotuarit. Ata po bllokonin rrugët. E kisha shprehur indinjatën time shumë herë. Nuk doja të përfundonte kështu. Sado që nuk donte, në fund mjaftuan vetëm pak sekonda, vetëm 9, që pensionisti grek t'i merrte jetën shqiptarit, babait të 3 fëmijëve." Si të shihet edhe nga pamjet që kanë filmuar kalimtar të rastësishëm, i moshuari afrohet i qetë dhe qellon shqiptarin me plumb në kokë. Ky i fundit bie në tokë, ndërsa greku e qellon edhe një herë tjetër, duke lënë të vdekur në vend. Menjëherë pas kësaj, ai largohet i pashqetësuar, ndërsa një kalimtar i rastit nxiton për ta ndihmuar. Mediat greke sjellin disa dëshmi të personave që e kishin njohur Brikenin. Suzana, një mikeshe familjes së Brikenit, ka folur për mediat vetëm duke thënë fjalë të mira për 39 vjeçarin, i cili u nda nga jeta kaq padrejtësisht. Ishte një djalë i përsosur, një familjar, ishte shumë i mirë. Në Greqi kishte ardhur shumë i ri, që 16 vjeç, dhe punonte ditë e natë për të rritur fëmijët e tij. Ishte punë shtëpi, shtëpi punë, tha ajo. Siç përshkruajnë miqt dhe të afërmit e Brikenit, tani të 3 fëmijët mbetën pa mbështetjen e babait. 2 vjet më parë,
humbi baban e tij nga një sëmundje e rëndë. Kështu që ai po punonte për të ndihmuar vëllezrit, motrat dhe nënën e tij. 3 fëmijët kanë ngelur vetëm. Si do t'ja dalë gjora? Vetëm Zoti e di, tha miku i familjes. Ai ishte më i miri, më i qeshuri, nuk kishte krijuar asnjëherë probleme. Bëri të ditur një tjetër banor i zonës për televizionin Mega. Pas gati një muaj nga vrasja e Briken Limkës, familjarët e shokuar kanë folur për herë të parë për ngjarjen e rëndë. Vllai i të ndirit mes emocionesh ka treguar mungesën e Brikenit në familje dhe ditët e vështira që ata kanë kaluar, ndërsa akoma e ka të vështirë të pranojë humbjen e tij. Ai ishte shoku im më i mirë, e kisha si baba, ishte gjithçka për mua. Është shprehur vllai i tij, duke theksuar se ishte një njeri që kujdesej për familjen dhe punën e tij dhe nuk kishte lënduar kurrë askënd. Ai shkonte në punë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes për të ushqyer fëmijët. Më mungon buzëqeshja e tij, deklaron vllai me dhimbje, duke shtuar se do të bëjë gjithçka për të ndihmuar familjen e vllait të tij të ndjer. Gazetari shqiptar në Greqi, Shpëtim Zinxhiria, ka reaguar ashpër ndaj mediave greke, të cilat për të justifikuar vrasjen e një shqiptari në Greqi, po e përshkruajnë pensionistin si një njeri me probleme të shëndetit mendor. Ai në një postim të tij shkruan i ndinjuar: vrasësi është shkrimtar, jo analfabet dhe jo me probleme psikologjike. Autori i krimit, që shokoi opinionin publik si në Greqi ashtu dhe në Shqipëri, është sjell para prokurorisë, ku është vendosur masa e sigurisë burg pa afat dhe pritet të gjykohet. I moshuari ka mbërritur në gjykat nën masa të rrepta sigurie dhe gjithashtu i veshur me antiplumb. Ai nuk ka qenë i shoqëruar as nga avokati i tij. Po ashtu, mësohet se autoritetet kanë kërkuar të kryhet ekspertiza psikiatrike ndaj të moshuarit. Mediat greke shkruajnë se autori është shfaqur i penduar para gjykatës, ndërsa ka kërkuar falje për krimin e rënd. Jam penduar, sinqerisht kërkoj falje. Ishte gabimi më i madh i jetës time dhe për këtë uroj dënimin tim, ka deklaruar vrasësi. Në një intervistë për mediat greke, bashkëshortja e Brikenit ka treguar jetën e vështirë me të cilën po përballet, si edhe për tronditjen që kanë përjetuar të 3 fëmijët e saj nga humbja e të atit dhe fakti që ata ende nuk e dinë mënyrën se si ai ndroi jetë. Fëmijët e dinë që babai ka ikur, por jo në çfarë mënyre, sepse unë nuk jam gati për t'ua shpjeguar. Shpreh te veja e 39 vjeçarit. Ishte e çuditshme, sa herë ai i puthte fëmijët dhe na përshëndeste, atë ditë na puthi dhe na tha: "Shihemi përsëri në mbrëmje", gjë e cila nuk ndodhi kurrë, ka deklaruar gruaja e tij. Me kalimin e kohës, mungesa e tij në shtëpi është bërë gjithnjë e më e dukshme. Vazhdon të thot ajo, ndërsa ka treguar se fëmia e tyre i vogël po e ndjen edhe më shumë mungesën. Në fund, ajo me lot në sy thot: "I vogli, sa herë shkon në krevat për të fjetur, thot dua babin dhe jo fotografitë e tij."